Partnerët në koalicionin Vlen, Mexhiti, Kasami dhe Ibrahimi diskutojnë për gjendjen e krijuar pas veprimeve të Taravarit. Një muaj nga nata e zezë në Koçan, hetimet thellohen ndërsa drejtësia në pritje. Komisarja e BE-s për zgjerim tha se edhe pas ndryshimeve kushtetuese nuk ka garanci se nuk do të ketë pengesa. Albin Kurti kundërshton kërkesat e opozitës për largim të plot, thotë se nuk mund ta lë vendin pa zot shtëpie. Shikues, jemi bashkë me edicionin informativ të orës 15:55. Partnerët në koalicionin Vlen, Izet Mexhiti LD-s, Bilal Kasami BE-s dhe Zeqiria Ibrahimi Alternativës janë duke diskutuar nëse Aleanca për Shqiptarët Krahu i Arben Taravari do të mbetet në koalicion apo do të përjashtohet. Në takim nuk është ftuar Taravari. Takimi i tyre vjen pasi mbrëm Kryesia Qendrore Aleancës për Shqiptarët Krahu i Taravarit vendosën që të dalin në zgjedhje lokale me listat e tyre për këshilltar, por thanë se bashkëpunimi në Vlen mbetet dhe nuk po largohen nga koalicioni. Taravari tha se në Aleancën për Shqiptarët ka një unitet të paprecedent, si kur më parë, dhe ata do të fillojnë punën në terren nga fillimi i majit. Taravari tha se janë të hapur për bashkëpunim të ndërsjellë edhe me parti tjera për kryetar komune. Ai nuk e përjashtoi bashkëpunimin as me BDI-n, ndërsa në lidhje me këtë tha se do të shohin si do të ecin punët dhe do të vendosin edhe për kandidatët për kryetar të komunave. Koalicionin Vlen e përbëjnë Lidhja Demokratike, Alternativa, Lëvizja Besa, ASH Krahu i Taravarit dhe Lëvizja Vetvendosje. Vlen është partner koalicioni VMRO DPMNES dhe ZNAM, me të cilët qeverisin me pushtetin lokal. Është bërë një muaj nga tragedia në Koçan, ku humbën jetën 61 persona. Deri tash janë ndaluar 60 persona të dyshuar si përgjegjës për lejimin e tragjedisë. Këtu përfshihen edhe ish-ministrat e ekonomisë nga qeverisja e kaluar. Një hap që është kritikuar si hakmarrje politike e qeverisë aktuale ndaj eksponentëve të BDI-s. Kishin shkuar për t'u argëtuar, por ajo festë u kthye në një varr të madh. Ishte ora 3 mëngjesit në një diskotekë të quajtur Puls, në qytetin e Koçanit. Ishin mbledhur shumë njerëz, shumë prej tyre të rinj, e disa edhe të mitur, po kërcenin e këndonin me performancën dhe këngët e grupit ADN. Në atë moment, një zjarr që nisi nga pjesa e sipërme e diskotekës u shpërnda me një shpejtësi aq të madhe sa shumë njerëz e pësuan në vend nga flakët. Ndërsa kësaj fatkeqësie i ndihmoi edhe fakti që ajo diskotek kishte vetëm një derë dhe e njëjta ishte e mbyllur. Nuk kishte derë të dytë apo emergjente, nuk kishte asnjë mjet kundër zjarrit. Pjesa e sipërme e objektit ishte ndërtuar me materiale që digjeshin shpejt e lëshonin erë të rënd, e që shkatërroi organet e frymarrjes së shumë personave. Në aheng ishin ndezur edhe mjete piroteknike, e objekti nga pamja jashtme jepte një përshtypje të një vendi të praktisur që nuk përdoret për gjë, e jo më për diskotekë. Të gjitha këto faktorë ndikuan në shënimin e një tragjedie të paharrueshme për atë qytet, por jo vetëm. Të vdekur mbetën 59 persona, ndërsa më vonë gjatë kurimit të tyre jashtë vendit, vdekjes u dorëzuan edhe 2 persona tjerë. U lënduan rreth 200, qindra pacient u dërguan për mjekim jashtë vendit, ndërsa në spitalet e vendit mbetën një pjesë e vogël e atyre, të cilët ishin të lënduar më lehtë. Policia po vazhdon arrestimin e personave përgjegjës për këtë tragjedi, por ende nuk dihet fajtori kryesor. Një diskotekë e cila ishte lejuar të punojë për vite me radhë pa licencë përkatëse, pa kushtet qoftë edhe minimale, në të cilën lejoheshin edhe persona të mitur, sfidoi institucionet deri në thelb. Prokuroria gjatë gjithë kohës thotë se po punon për rastin. Në anën tjetër, qytetarët kërkojnë llogari të shpejtë për atë që ndodhi, përmes disa protestave që janë organizuar disa herë në Koçan dhe Shkup. Deri tani janë arrestuar 60 persona fizik dhe 3 persona juridik
përfshirë pronarin e diskotekës, kryetarët aktual dhe ish-kryetarët e komunës së Koçanit, ish-ministrat e ekonomisë, ish-drejtorët e inspektoratit shtetëror të tregut, si dhe zyrtar policor. Janë bërë një numër i madh kontrollesh, janë marrë në pyetje dëshmitarët dhe janë mbledhur mbi 1000 prova materiale. Një ditë më parë, me urdhër të prokurorit, ka filluar ndalimi i 7 policëve të tjerë, ndërsa nuk përjashtohet mundësia që më shumë persona të mbahen në paraburgim deri në përfundimin e hetimeve. Ndërkohë, partitë opozitare po akuzojnë se hetimi nuk po bëhet në formë të plotë, por në mënyrë selektive, duke u tentuar të shpëtojnë funksionarët e VMRO-s. Ndaj 10 policëve është bërë kallëzim penal për vepra të rënda kundër sigurisë publike për tragjedinë në Koçan. Policët dyshohet se veprën penale kanë kryer në periudhën nga viti 2012 deri në vitin 2022. Ministria e Punëve të Brendshme ka bërë kallëzim penal për 10 policë për vepra të rënda kundër sigurisë publike për tragjedinë në Koçan. Prej tyre 1 është në Arati, 3 tashmë janë në paraburgim dhe 6 janë privuar nga liria. Të dyshuarit si persona zyrtari kanë mundësuar personit juridik klasik Doel Koçan marrjen e licencës për kryerjen e veprimtarisë hotelerike kabare pulse në Koçan në mënyrë që nuk kanë vepruar konform rregullave për masat mbrojtëse dhe nuk kanë kryer kontroll të plot para dhënies së pëlqimit pozitiv për dhënien e licencës së kabares, me çka rrezikuan jetën e njerëzve në vend ku grumbullohet një numër i madh njerëzish. Pas kallëzimit të policisë, prokuroria njofton se ka dhënë urdhër për nisjen e hetimit ndaj këtyre zyrtarëve policor, të cilët dyshohet se veprën penale e kanë kryer në periudhën nga 7 dhjetor 2012 deri më 21 janar 2022. Të dyshuarit si persona zyrtar në SPB Shtip dhe stacionin policor në Koçan në periudhën e lartë përmendur si bashkë kryesës me dhënien e pëlqimeve të gjithë së bashku i kanë mundësuar personit juridik që të marrë licencë për kryerjen e veprimtarisë hotelerie dhe pse nuk i plotësonte kushtet e parapara. Me arrestimet e vetëm ish policëve sipas LSDM-s, hetimi në Koçan mbetet vetëm farsë. Si është e mundur që 30 ditë pas tragjedisë të kërkohet faji vetëm te ata policë të periudhës 2012-2022 dhe jo për këta aktual? Si nuk u gjet asnjë fajtor në mesin e shefave aktual të policisë, të cilët direkt kanë qenë përgjegjës për sigurinë e qytetarëve natën e kopshme? Arrestimet BDI quan të paligjshme dhe sipas tyre ato janë turp për sistemin e drejtësisë dhe një tjetër dëshmi për drejtësinë selektive që po shndrohet në vegël për përballje politike. Bëhet fjalë për persona që sipas të gjitha mendimeve profesionale dhe akademike nuk kanë asnjë lidhje me tragjedinë, por megjithatë mbahen në paraburgim, ndërkohë që përgjegjësit të mbrojtur nga struktura në pushtet mbeten të paprekshëm. Institucionet kompetente bëjnë me dije se po vazhdon procedura parahetimore për, siç thonë, zbulimin e personave të rinj të involvuar në këtë rast. Komisionerja Europiane për zgjerim Marta Kos theksoi sfidat dhe pengesat që po përjeton Maqedonia e Veriut në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Ajo deklaroi se nuk ekzistojnë garanci se ndryshimet kushtetuese që kërkohen do të shmangin pengesat e ardhshme në këtë proces. Sipas saj, edhe nëse vendi i përmbush kërkesat aktuale, nuk mund të përjashtohen blokada të reja që lidhen me çështje bilaterale si identiteti, gjuha apo historia. Askush nuk mund të jap garanci Maqedonisë së Veriut se nëse tani e ndryshon kushtetutën se nuk do të ketë më pengesa në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Kështu deklaroi Komisionerja Europiane për zgjerim Marta Kos në një intervistë për redaksin Europiane të lajmeve në përgjigje të pyetjes së Mias, nëse BE-ja dhe vendet anëtare mund të garantojnë që pas ndryshimeve kushtetuese nuk do të ketë blokada të reja për shkak të çështjeve bilaterale që lidhen me identitetin, gjuhën ose historinë. E kuptojmë që kjo nuk është një çështje e lehtë ndryshimi i kushtetutës. E kuptojmë dhe është shumë njerëzore dhe e kuptueshme që vendi juaj dëshiron të ketë garanci pas gjithçkaje që ka kaluar. Nuk mund të ketë garanci, por ajo që pres nga të gjitha vendet anëtare kur ka çështje bilaterale është që bisedat të zhvillohen me vullnet të mirë dhe me vizion për të arritur një kompromis. Ajo theksoi se kjo nuk do të thotë që Komisioni Evropian nuk po punon për të ndihmuar vendit të fillojë negociata sipas klastereve, duke theksuar se është personalisht e angazhuar për çështjen bilaterale me Bullgarinë.
good faith and willingness. Do të ishte më mirë që çështjet bilaterale të mos përzihen në procesin e anëtarësimit. Kjo nuk do të thotë që çështjet bilaterale nuk janë të rëndësishme. E dini, mund ta kuptoj që Hungaria po lufton për pakicën e saj në Ukrainë. Mund ta kuptoj që edhe Bullgaria po bën të njëjtën gjë. Por është e keqe kur kjo ndërhyn në mënyrë të vërtetë në procesin e anëtarësimit. Kos përmendi shembullin e Shqipërisë, e cila ka bërë përparim të dukshëm pas ndarjes nga Maqedonia e Veriut, por theksoi se BE-ja nuk do të lërë pas asnjë vend të Ballkanit Perëndimor. Ajo rikujtoi se zgjerimi i BE-s mbetet një proces i bazuar në merit dhe reforma të brendshme. Para 2 ditësh, ministri i jashtëm bullgar Georg Georgiev në një intervistë për televizionin bullgar BG On Air tha se përfshirja e bullgarëve në kushtetutë është kushti i parë, por jo i vetmi për fillimin e negociatave të Maqedonisë së Veriut për antarësimin në Bashkimin Evropian, sepse nuk është bilateralizëm, por zbatimi i konsensusit evropian. Komuna e Haraçinës dhe ajo e Likovës janë në mesin e 2 komunave më të komentuara për zgjedhjet e ardhshme lokale. Krerët e këtyre komunave nuk kanë konfirmuar nëse do të garojnë edhe për një mandat. Kreu i Haraçinës Ridvan Ibrahimi tha se për një gjë të tillë është diskutuar brenda strukturave, por siç tha, ende nuk është vendosur. Kurse kreu i Likovës Erkan Arifi tha se për këtë ende nuk kanë biseduar as brenda strukturave, por as në degën e BDI-s. Viti 2025 është viti zgjedhjeve lokale dhe me kalimin e muajve edhe më nxehtë po bëhet tema se cilët do të jenë kandidatët që partitë do t'i përzgjedhin në komuna që pretendojnë edhe t'i fitojnë. Komuna e Haraçinës dhe ajo e Likovës janë në mesin e 2 komunave më të komentuara. Të Vëshenja kërkoi përgjigje nga krerët aktual të komunave në fjalë nëse do të garojnë edhe për një mandat. Kreu i Haraçinës Ridvan Ibrahimi tha se për një gjë të tillë është diskutuar brenda strukturave, por siç tha, ende nuk është vendosur sepse është herët dhe asgjë nuk ka definitive. Ekzistojnë strukturat kryesi qendrore, ne kemi bisedu këtë çështje edhe me kryetarin, edhe me gjithë bashkëpunëtorët që i kemi në kuadër të komunës. Kështu që ne jemi, mendoj që është më e rëndësishmja ne të përfundojmë mandatin me gjitha aktivitetet që kemi premtuar para qytetarëve dhe me shpresë që u bof më e mira për Haraçinën dhe për secilin komunë që është në kuadër të Bashkimit Demokratik për Integrim, po edhe në shtet. Padyshim që është e rëndësishme. Herët për të vendosur është edhe për kreun e Likovës, Erkan Arifi, i cili të Vëshenjës i tha se për një gjë të tillë ende nuk është biseduar as brenda strukturave, po as në degën e BDI-s, partitë të cilës Arifi i takon. Që mundohemi me përgjegjësinë më të madhe të shërbejmë banorëve tanë, dhe ne si strukturë, si parti Bashkimi Demokratik për Integrim, duke pas parasysh se ka kryesin qendrore, kemi degën, ende nuk kemi diskutuar tema të këtij lloji dhe mendoj se cili do që të jetë kandidat nga Bashkimi Demokratik për Integrim do e krijojë punën me përgjegjësinë më të madhe. Kujtojmë, Ridvan Ibrahimi në krye të Haraçinës erdhi pasi arriti të fitojë në zgjedhjet e kaluara lokale përballë kandidatëve të LSDM-s dhe Aleancës për Shqiptarët, kurse Erkan Arifi në rast kandidimi do të kërkojë mandatin e 3 në krye të Likovës pasi vetëm 2 mandate po udhëheq me komunën. Të premten më 18 prill hyn në fuqi ndryshimet e ligjit për konsumatorët dhe të gjithë tregtarët që kanë mbi 10 të punësuar duhet t'i publikojnë çmimet e produkteve online. Ministri i Ekonomisë dhe Punës Besar Durmishi tha se me publikimin e çmimeve nga ana e tregtarëve, qytetarët do të mund të kenë më shumë informacion, më shumë kontroll dhe mundësi për të kursyer. Nga data 18 prill çdo tregtar me mbi 10 të punësuar do të jetë i detyruar të publikojë online çmimet e produkteve që shet, nga ushqimet deri te produktet teknike. Ka deklaruar Ministri i Ekonomisë dhe Punës Besar Durmishi. Ai tha se këtu bëjnë pjesë edhe markete që shesin produkte ushqimore bas, fruta dhe perime dhe tregtare që shesin mjete për higjienë, tregtarët me pakicë të teknikës së bardhë, lodrave, produkte teknike, materialeve ndërtimore, veglave dhe aparateve elektrike. Thjesht të gjithë tregtarët që ushtrojnë tregtime pakicë. Në përputhje me ndryshimet ligjore dhe rregulloren e përgatitur nga Ministria e Ekonomisë dhe Punës, do të duhet të publikojnë çmimet e të gjitha produkteve në web faqen e tyre duke filluar nga data 18 prill. Në përputhje me rregulloren e Ministrisë së Ekonomisë dhe Punës, tregtari i vogël, i mesëm dhe i madh që ushtron veprimtari tregtare është i detyruar
të publikojë çmimet e mallrave që hedh në treg në web faqen e tij në mënyrë të qartë dhe të arritshme, përmes një pjese të veçantë në web faqen e tregtarit me pakicë, kushtuar çmimeve përkatësisht listës së çmimeve. Durmishi tha se inflacioni për muajin mars ka rënë në 2.7%, ndërsa është regjistruar deflacion prej 1.3%, krahasuar me muajin shkurt. Ai thot se këto janë shenja të qarta se masa që ka ndërmarrë po japin efekt. Si rezultati masave të miratuara që nga fillimi i vitit, pra kufizimit të marzhave të produkteve ushqimore bazë dhe një pjesë të mjeteve për higienë në muajin mars, kemi ulje të inflacionit prej 2.7%, derisa në muajin mars në krahasim me muajin shkurt kemi një deflacion prej 1.3%. Sipas të dhënave nga enti statistikor. Durmishi tha se me publikimin e çmimeve nga ana e tregtarëve, qytetarët do të kenë më shumë informacion, më shumë kontroll dhe mundësi për të kursyer. Ky është një hap i rëndësishëm drejt një tregu të ndershëm dhe në mbështetje të buxhetit familjar, theksoi ai. Komuna e Likovës së bashku me atë të Haraqinës kanë pastruar hapësirat publike rreth rrugës së vjetër që lidh këto dy komuna. Dy kryetarët e komunave thanë se aksioni do të mbahet për çdo vit, ndërsa kërkuan nga qytetarët që të jenë më të kujdesshëm. Komuna e Likovës së bashku me atë të Haraqinës përmes një aksioni të përbashkët kanë pastruar hapësirat publike rreth rrugës së vjetër që lidh këto dy komuna. Në këtë aksion morën pjesë edhe dy krerët të komunave të lartë përmendura, të cilët ishin rreshtuar krah punonjësve për të pastruar sadopak mbeturinat që hidhen nga kalimtarët e rastit, po edhe nga vetë banorët e pandërgjegjshëm. Kreu i Likovës, Erkan Arifi, tha se ky aksion do të jetë një aksion që do të mbahet për çdo vit dhe kërkoi që qytetarët e dy komunave, po edhe qytetarët e tjerë që frekuentojnë këtë rrugë të jenë më të kujdesshëm dhe të mos hedhin vende pa vend mbeturinat. Që të jemi sa më të kujdesshëm, të ruajmë ambientin ku jemi këtu, këtë bukuri që na ka falur Zoti, ta ruajmë me ndërgjegjen sa më të pastër dhe mos të hudhmi mbeturina në vendet të cilat nuk janë të përcaktuar nga Këshilli Komunal. Dhe besoj që ky aksion më do jetë edhe tradicional çdo vit që ti mirëmbajmë hapësirat publike, por edhe ne si Komunë e Likovës në bashkëpunim me ndërmarrjen komunale Pisha, në ditët në vazhdim do vazhdojmë edhe në fshatrat e tjerë. Me apel që qytetarët të kenë kujdes, doli edhe kreu i Haraqinës, Ridvan Ibrahimi. Padyshim që mbeturinat vende pa vend sigurisht që nuk është një pasqyrë jone e mirë. Dhe në këtë drejtim ne aksioni e ndërmorëm së bashku me shpresë që do të në të ardhmen edhe nga ana qytetarëve, po edhe nga secili qytetar që mund ta frekuenton këtë rrugë, që të kujdeset që mos të kemi këtë farë pasqyrë jo të mirë. Përmes këtij aksioni, siç njoftuan krerët e dy komunave, janë pastruar hapësirat publike rreth rrugës së vjetër nga fshati Nikushtak në drejtim të komunës së Haraqinës. Pas ndërprerjes së seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës për shkak të mosmiratimit të raportit të Komisionit të Përkohshëm për verifikimin e mandateve, ekipi ligjor i presidencës është duke analizuar për t'i propozuar presidentes hapat e mëtejmë për zhbllokimin e situatës. Ndërkohë, kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se mos konstituimi i Kuvendit dje është pasojë e mosvotimit të raportit të verifikimit të mandateve të deputetëve nga ana e PDK-s, LDK-s e AAK-s. Sipas tij, ata po kërkojnë nga ai që formalisht të mos jetë kryeministër. Më shumë se kaq nuk është e mundur që të jap dorëheqje. Më shumë se kaq do të ishte braktisje e institucionit, është insistim për të lënë qeverinë pa zot shtëpie, ka thënë Kurti. I siguroj qytetarët se për të zhurmës opozitare dhe disa mediave të ish regjimit dhe të oligarkëve që madje kanë shkuar aq lart sa që i kanë regjistruar biznesin në Serbi, Republika e Kosovës, atë dhe unë po ecën përpara në ekonomi e në demokraci, në rend me ligj e me siguri e paqe për gjithë.
BE-ja është në vlim, ndërsa presidenti serb Aleksandar Vučić planifikon të marrë pjesë në paradën e Rusisë më 9 maj. BE-ja e ka paralajmëruar Serbinë të heqë dorë nga Putini ose t'i thotë lam të mirë antarësimit në BE. Diplomatët e lartë e quajnë atë një provë lakmuesi besnikërie me kërcënime për të penguar bisedimet e pranimit të Serbisë. Çdo pjesëmarrje në paradat ose festimet e 9 majit në Moskë nuk do të merret lehtë nga pala europiane, duke pasur parasysh se Rusia po zhvillon një luftë në shkallë të plotë në Europë, u tha Kaja Kallas gazetarëve në Luksemburg të hënën. Ne e bëm shumë të qartë se nuk duam që asnjë vend kandidat të marrë pjesë në këto ngjarje më 9 maj në Moskë, shtoi ajo. Përfaqësuesja e lartë e BE-s konfirmoi se çështja u diskutua gjatë një takimi të kohëve të fundit të ministrave të jashtëm të BE-s. Ajo vuri në dukje se shumë shtete anëtare shprehen kundërshtim ndaj vendeve kandidate që bashkohen me çdo festim në Moskë. Ministri i Brendshëm turk Ali Yerlikaya njoftoi se 234 kriminal të rëndë që punonin me bandat e krimit të organizuar janë kapur në një operacion të njëkohshëm të quajtur Orkinos Bulut, që synonte trafikun e ndërkombëtar të drogës, ndërkohë që bashkëpunuese në operacion kanë qenë edhe policit e vendeve të rajonit si Kosova dhe Maqedonia e Veriut, raporton Anadolu. Rreth 225 nga të dyshuarit janë arrestuar në Turqi. Kemi sekuestruar asete me vlerë rreth $341 milion, duke përfshirë 681 prona, 127 automjete, aksione në 113 kompani dhe llogari bankare të dyshuarve, tha ai, duke shtuar se operacioni u krye në bashkëpunim me Europolin dhe forcat policore nga Holanda, Gjermania, Spanja dhe Belgjika. Operacioni u krye njëkohësisht në 20 provinca me Stambollin si zonën qendrore. Ministri sqaroi se gjatë operacionit informacione dhe dokumente u shkëmbyen me forcat policore nga Franca, Britania, Australia, SBA-ja, Greqia, Serbia, Azerbajxhani, Kosova, Bullgaria, Maqedonia e Veriut, Brazili dhe Irani. Operacioni u përgatit për 8 muaj në fshehtësi të plotë. Shtëpia e Bardhë ka lëshuar një paralajmërim të fortë ndaj Kinës në kuadër të përshkallëzimit të tensioneve tregtare mes dy vendeve, duke kërcënuar me tarifa deri në 245% për produktet e importuara nga Pekini. Në një deklaratë zyrtare thuhet se këto masa janë një kundërpërgjigje ndaj veprimeve hakmarrëse të Kinës. Kina tani përballet me tarifa deri në 245% për importet në Shtetet e Bashkuara si rezultat i kundërmasave të saj, thuhet në deklaratën e Shtëpisë së Bardhë. Sipas njoftimit që nga momenti kur Trump njoftoi vendosjen e tarifave ndaj vendeve me të cilat SBA mban deficite të mëdha tregtare, më shumë se 75 vende kanë pranuar të hyjnë në bisedime për marrëveshje të reja. Ndërkohë, tarifat më të larta individuale janë pezulluar për vendet që janë në proces negociatash me përjashtim të Kinës, e cila ka reaguar me kundërmasa. Ndërkohë, doa të ju njoftoj për informacionin e fundit nga mbledhja e liderëve të koalicionit Vlen, pas të cilës njëri nga liderët pra kreu i Lëvizjes Demokratike Izet Megjiti ka dhënë një deklarat për media nga ku thot se tani në një kohë është e qartë se Arben Taravari ka pasur negociata me BDI-n dhe me Ali Ahmetin. Ai ka thënë se qëllimi ka qenë ringjallja e BDI-s. Megjiti tha se BDI nuk shpëton pavarësisht gomave rezervë që mund t'i hidhen. Vendimi për dalje me lista të veçanta nuk është i bazuar në qëndrimet e bazës, është një vendim i marrë për interesat të BDI-s dhe për të cilat Taravari duhet të jep shpjegim para. Vlen ka vendosur që të garoj bashkë edhe me lista edhe me kryetar të komunash. Në ditët në vijim do të formohen shtabet, ka thënë
Megjiti. U bëjmë thirrje të gjithë simpatizantëve dhe antarëve të distancohen nga politikat përçarëse të Taravarit sepse vjeshta sjell një fitore të re, ka thënë Izet Megjiti pas mbledhjes së koalicionit Vlen. Shikues të nderuar, kjo ishte gjitha për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen dhe mirupafshim.